Punojësit e gjelbërimit rikthehen në punë këtë të mërkur ata kanë nisur ditën e zakonshme pasi u plotësuan kërkesat e tyre dhe firmosën kontratën një ditë më parë. Sikundër po ndiqni nga pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, gjatë kësaj të mërkure, punojësit e gjelbërimit ishin në shërbim të qytetit me shërbime të ndryshme sa i përket punës së tyre të përditshme në mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara. Punojësit shprehen të lumtur për arritjen e një zgjidhje, dërsa falenderojnë televizionin 6+1 Vlora që në këto ditë u ka qëndruar pranë. Ju falenderoj ju si media njerë që na intervistuat deri sot që erdhëm që e bët këtë punë që ne na çuat prapë në punën tonë në gjelbërim. U jemi shumë mirënjohës, faleminderit shumë. Dhe siç e thatë ju kemi filluar herët që në mëngjes punën dhe jemi shumë mirë, faleminderit shumë që ju e zgjidhët ma merr mendja këtë punën tonë. Tashmë ju do të qëndroni tek gjelbërimi. Po, ne do të qëndrojmë në gjelbërim siç ishim. I firmosët edhe kontratat. Po, i firmosëm dje kontratat. Edhe do vazhdojmë në punën që ishim në punën tonë. Jeta është e bukur, po pa gjelbërim, po s'pate oksigjen, Gjelbërimi e bën më të bukur. nuk e merit jetë. për këtë, për ta bërë. Nuk e jetë. Po, faleminderit shumë prefektes që na dëgjoi, na priti dhe na ngriti zërin. Zëri tuaj si media të jashtëzakonshëm nuk e vlerësojmë dot, se pa juve ne nuk do na kishte dëgjuar njeri. Faleminderit edhe drejtoresha Anjezës sepse ajo bëri aq sa mundi. Faleminderit te kryetarës së bashkisë që na vlerësoi për këto arsye. Ne do t'i gjendemi, do ta bëjmë edhe fshesën, edhe punimin e belit, edhe punimin e frezës, edhe krahasitjen, edhe prerjen e luleve, ku të jetë natën, ditën, kur të ketë emergjenca do t'i përgjigjemi, nuk e diskutojmë fare. Jeni shumë të mirë, Vlora është shumë e bukur dhe ta gëzojmë, kështu siç e kemi, se jemi qyteti më i bukur në botë. Si e njëjta ditë sot, vazhdua me punimin e pemëve, në të njëjtën kohë, edhe me barishtet që ishin në trotuar, plus pasaj dhe fshesën që e vazhdonim. Edhe do me thënë u mor puna radhë, do me thënë ne në të njëjtën kohë që ne punonim sot me belin dhe me barin, bënim dhe fshesën, do me thënë kemi bërë dhe pastrim dhe gjelbërim, si që i thonë fjallës më së miri. Dhe ndihemi, do me thënë vazhdojnë ajo, i kishim kratë të lirshme si për dita që kemi ardhur në punë. Thamë se iku kjo zgjidhja, do me thënë, që ishte problematike, tani nuk është ndonjë shqetësim. Falenderojmë ju si media, si televizion, që morët pjesë në shqetësimin dhe në këtë problem që kishim. Jemi të plotësuar tani, nuk kemi që të themi më. Në zgjidhur, paka shumë në zgjidhën atat bashkisë, shikojmë ne vijim tani. Thjesht na lënë në gjelbërim. Kjo është që kërkonim. Punojësit e gjelbërimit kërkonin që me reformën e ndërmarrë, ku bashkua sektori pastrimit me atë të gjelbërimit, ata të vazhdonin në sektorin e gjelbërimit sikundër deri më tani dhe të mos kryenin edhe punët e pastrimit, sikundër u tha. Megjithatë, falë dhe ngritjes së zërit nga ana e punonjësve, është arritur që të jepet një zgjidhje kësaj çështje dhe ku punonjësit e gjelbërimit do të vazhdojnë të ushtrojnë funksionet e tyre, ashtu sikundër deri më tani.